Mirëmëngjes. Jemi këtu sy më sy. Është shumë e vështirë të diskutosh me Ramën, thot Majku. Sy më sy, thot, sepse nuk e di kush janë këta persona që debatojnë me Ramën, unë po përpiqem, është e pamundur se qytetari thjesht që janë, ndoshta është akses vetëm patronazhistët, miku im, nuk është akses vetëm për patronazhistët, se patronazhistët nuk ka nevojë të hyjnë këtu dhe të debatojnë me mua, se patronazhistët me mua diskutojnë natën, kur ti je duke fjetur. Kështu që mos ki asnjë merak në këtë aspekt, po ki parasysh që janë 1000, 2000 pyetje, komente, kështu që është e pamundur që të mund të përgjigjem të gjithave dhe që madje ti shoh që të gjitha, më kupton. Kështu që ne zgjedhim me stafin ato që stafi konsideron më polemike, ja, në këtë rast i e zgjedhur, edhe ja këtu më ke. Si të duaj që Rama të kuptoj si ai vjedh qytetarët me VKM. Tani këtu fillon hyn në zonën e gabuar, aty ku është kënet edhe ku të zhytet këmba, pastaj trupi, pastaj kënetat merr dhe mendjen edhe fillon flet gjëra që pa kuptim, kupton. Derisa të mbarojnë dhe 200 video, nuk është nevoja me hedh video gjasme se ja je ka rregulluar rrugët, se i ke cop, se i shohim për ditë qa rrugësh janë dhe ti më thua kategoria A, se marrë vesh fare ç'është për ditë dhe për çfarë ke fjalën, po nëse ke fjalën për rrugën Tiranë-Durrës, ajo është një superstradë sipas kategorisë dhe do bëhet një autostradë e kategorisë A, po, kështu do bëhet. Dhe nuk e di për çfarë ke fjalën, po di që kjo është e vërtetë. Pastaj kuptohet që je i ndikuar drejta jote, puna jote, po mendoj që për te këtyre ndikimeve fokusohu, sepse në datën 11 maj nuk është çështja se atë pëlqejnë videot e mia apo s'pëlqejnë videot e mia, madje as fare s'është çështja atë pëlqej unë, s'pëlqej unë, çështja është a do ta marrësh ti pasaportën europiane apo nuk do ta marrësh. Ti personalisht do ta marrësh pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe pasaportën europiane të Shqipërisë e merr vetëm nëse Shqipëria futet në Bashkimin Evropian. Dhe Shqipërinë në Bashkimin Evropian e fuz vetëm unë me Partinë Socialiste, nuk e fut dot njëri tjetër. Dhe ky është interes, nuk është çështja pëlqej s'pëlqej. Interesi yt është që të kesh pasaportën europiane. Për të gjitha ato arsye që kemi shpjeguar. Duke filluar që nga korridori atje në aeroport, që mos të ndajnë veç edhe të ndil që këtej se e shqiptar, e pastaj të shkosh ke polici, e të thot polici po ku po shkon, po sa lek ke me vete, po a ke një hotel të rezervuar, po sa do ish, po kur do ikësh. Që aty. Të hysh në Bashkimin Evropian nga i korridori ku hyn gjithë europianët, thjesht duke tregu pasaportën kështu, dhe të kesh një pasaport që ka të njëjtën vlerë si pasaportat e vendeve të tjera, je në Francë, ka të njëjtën vlerë si pasaporta franceze, për çdo gjë. Vetëm një gjë nuk bën dot ti në Francë me pasaportën shqiptare të BE-s, nuk zgjidhesh dot në parlamentin kombëtar. Aty të duhet të kesh në shtetësinë franceze. Vetëm kaq. Asnjë gjë tjetër nuk të shoh. Kuptove? Kështu që lëri këto, jo videot, jo gjasme, jo qa rrugësh janë, fokusohu tek BE-ja, fokusohu tek pasaporta jote. Mendoj unë. Po vdesin për bukë e hyrë në gjynat të matë shumë keq. Kush po vdes për bukë, mëlla? Gjimi thot po vdesin për bukë, populli i thjesht. Po kush po vdes për bukë? Gjimi, shqiptarët për bukë nuk kanë vdekur, asnjë shqiptar s'ka vdekur që nga koha e Skënderbeut, që ta dish. Për 1001 arsye që s'është vendi këtu ti shpjegoj, por për bukë asnjë shqiptar nuk ka vdekur. Këtu nuk është çështje të vdesin për bukë apo të rrojnë me i copë bukë. Këtu çështja është
e ngritjes së mëtejshme të standardeve, jam shumë dakord. Po kjo të vdesin për bukë mos i përsërisni më, dhe është shumë interesant se këto profilet që flasin për bukë janë mbushura me gjell, me fotografi, me gjell, me mish, me birra, me barqe të mëdha. Nuk e kuptoj çfarë është kjo histori. Ops, buf, ra bufi. Shifni? Ra bufi, po ne nuk e lëm të bjerë vetë bufi. Ra bufi, shifni bufin që ra urdhro. Ja, këtu e kemi. Se na kutoj ky. Atëhere po përdorim TikTokun me VPN, thot ky, okej. Qeltina Morina, me që doje të bëj Hitlerin ti, po turbi math, përdorimi i këtyre lloj emrave. Megjithatë nuk ka problem se cili mban përgjegjësi për veten e vet për ato që thot, ndërkohë me VPN përdore, po bëj shumë kujdes, sepse kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dënave. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore. Dakord? Por çështja këtu nuk është çështje e Hitlerit, se përmend emra që as nuk di fare se çfarë peshë kanë. Çështja këtu është çështja që TikToku në këtë gjendje që është dhe kështu siç shërbehet në Shqipëri, është shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Kjo është çështja. I rrezikshëm dhe faktikisht edhe mënyra se si ti shkruan është në influencën e tij të rrezikshme. Mëngjesi, kryeministër Edi Sokoli, kur do bëhet Shqipëria të kthehen punën në Shqipëri, faleminderit, mund kthehesh punosh në Shqipëri që tani nuk e di ku je dhe ku punon, dhe me çfarë merresh, por në Shqipëri mund kthehesh dhe punosh që tani. Dhe ti je i sigurt që llogaria në fund, nëse do punosh natyrisht dhe me siguri duke qenë në migracion, ke aftësi, ke eksperiencë, ke dhunti që i ke bërë aftësi të posaçme për punë në atë punë ku je profilizuar, po punove, këtu ka kërkesë të madhe për njerëz të kualifikuar, kështu që hajde dhe do të dani më mirë në fund muajit, sipas meje. Alternativa jote 12 vite kryeminist, cila është më votoni mua se ka rrjedh Sala, por e di ti që i ke institucionet shtetit që të zëkoka me mendu me shku me zgjidh, i ke drejt mbushur me ignorant të nivelit somalian, të thuash i thyen somalianët, në fakt nuk thyen somalianët fare, ti ledio thyen veten tënde me këtë lloj gjuhe, se nëse do ishte kështu, të paktën minimalisht ne nuk do ishim fare gjëkundi në tryezë me Bashkimin Evropian për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe që ta dish ti, Bashkimi Evropian ka jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, po 10 persona që merren pikërisht me këto tema, dhe një nga temat është monitorimi i administratës, i funksionimit të administratës. Që do të thotë se po tjetë se do kishte diçka të vërtet nga kjo që thua, ne nuk do ishim sot vendi me kalendarin e miratuar bashkërisht në Komisionin Evropian për të mbyllur negociatat brenda 2027 dhe për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Dhe nëse shikon raportet e bëra nga ekspertët e Bashkimit Evropian për funksionimin e administratës, do shikosh që Shqipëria është në vendin e parë në rajon klasifikim. Në rajon. Tani, ti thua shkon në institucionet e shtetit zë koka me mendu, po pse do të shkosh në institucionet e shtetit për shembull? Ti ke platformën i Albania, të gjitha shërbimet, 95% përveç atyre shërbimeve të
pasaportës kur duhet lësh gjurmët e gishtave apo kur do të martohesh etj, po një grup i vogël shërbimesh janë ende pa akses të plot në Albania. Pse duhet shkosh ti në institucionet e shtetit? Çfarë do të zgjidhësh ti në institucionet e shtetit që nuk ta zgjidh platforma e Albania për shembull? Pyetje. Dhe alternativa ime cila është? Alternativa ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Keni një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu. Jemi një hap larg. Një hap është konkrete, është reale, është aktuale. Prandaj lëri këto pralla me mbret edhe fokusohu tek Shqipëria në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian është e gjitha. Në rast dhe kur ne të futemi në Bashkimin Evropian, ne do të kemi shumë gjëra plus nga ato që kemi sot. Në nivelin personal, ti do të kesh një pasaportë europiane, një pasaportë e cila ty do të bëj qytetar europian të barabartë me të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian në çdo drejtim, që nga liria jo vetëm për të lëvizur, po për të hyrë në çdo vend Bashkimin Evropian pa të nxjerrë te ajo rradha tjetër që të ndin çiktej dhe pa kaluar te polici që të bën intervista ku je, kush je, nga vjen, ku shkon, sa do rish etj, tek të gjitha të drejtat e tjera, duke filluar nga e drejta e qëndrimit aty për çfarë do qoftë që ty të intereson, e kthimit lirisht këtu, e mobilitetit tënd edhe si një forcë pune. Tani, kjo është personale. Kolektivja është shumë evidente. Nëse Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, dhe në moment që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi një buxhet ekstra. Dhe në atë buxhet ekstra mund të bëjmë shumë gjëra të tjera. Përveç faktit që në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi garantuar një mirë faktin që nëskush më nuk e kërcënon barazin para ligjit dhe nuk kërcënon kthimin përmbys të gjithë kësaj përpjekje të madhe që kemi bërë për reformën drejtësi. Tani, çfarë do të them? Do të them që çfarë dil nga ai territor ku je ngujuar dhe shikoje realitetin pak më ndryshe se sa që shikon. Okej? Edhe unë nuk them votoni mua se ka rrjedh bufi i knedës, se që është në rrjedhje, kjo duket qartë, po kjo është çështje e moshës, kjo është çështje e atyre që vazhdojnë e lënë rrugëve të bëhet meme për ditë, por unë them votoni për mua sepse vetëm unë dhe Partia Socialiste e bëjmë këtë hap të fundit për të kyçur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nuk e bën dot askush tjetër. Kjo është shumë e thjeshtë, shumë e qartë dhe i ka të gjitha argumentet. Nuk e bën dot askush tjetër. Cili do tjetër, minimalisht do të shkaktonte një shtyrje dhe një vonesë që pastaj mund sillte mbylljen e asaj dere. Ajo derë është hapur jo thjesht për arsyeën tonë, por edhe për arsyeën e tyre. Por në historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ajo derë shtu ka shkuar, është hapur dhe pastaj është mbyllur. Është rihapur dhe është rimbyllur. Tani është hapur, do ta lëmë të mbyllet me këto broçkulla? Unë mendoj jo. Unë mendoj do të fokusohemi përtej të gjitha atyre që mund të kemi në raport me njërin e në raport me tjetrin. Përtej të gjithave. Nuk mund më thuash ti mua që administrata shqiptare është somaleze. S'mund më thuash dot këtë. Edhe nuk mund më thuash dot për arsyeën e thjeshtë se sot ta thash 95% e shërbimeve ti i merr nga xhepi, i merr nga telefoni që janë xhep, më saktë se nga xhepi se nuk paguan asgjë. Dhe 620 milion euro janë kursyer shqiptarëve nga
pikërisht kalimi në shërbimet online. Ky është auditi ndërkombëtar që ne kemi bërë platformës. 620 milion euro janë kursyer Shqipëri. 33 milion euro janë kursyer vetëm atyre që kanë marrë shërbime nga jashtë vendit. Deri dje duhet vinin këtu për të marrë ato shërbime, për çdo edhe për certifikat duhet vinin këtu. Sot i marrin nga andej, nga Australia, shërbimet në platformë. Ka probleme, patjetër që ka probleme. Nuk diskutohet, por ama ku e ku me çishte dhe një hap larg Bashkimit Evropian. Një hap, vetëm një hap. Kuptove? Si nuk del një politikan dhe të thotë do rrisim pensionet 300 euro në muaj, po vetëm propagandë. Akoma nuk kemi ujë 24 orë, vetëm 2 orë ujë në ditë dhe ai pa presion. Nuk e di ku banon, mund të gjendesh mbase në një zonë ku ka vetëm 2 orë ujë në ditë dhe ai pa presion, sepse ka ende zona të tilla, por po të informoj që kur ne morëm detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane në Shqipëri me 24 orë ujë. Sot ka 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Dhe në ndërkohë janë 11 kantiere të hapura aktualisht që flasim. Dhe kur flas për këto zonat, flas për zona me 24 orë ujë. Dhe në ndërkohë i gjithë projekti përmbyllet në mandatin e 4-t, ku ka financimet dhe projektet, disa janë në kantiere, disa të tjera, 5 të tjera faktikisht do të hapen kantieret. Pra 16 kantiere mungojnë për ta përmbyllur këtë proces që t'jemi të qartë bashkë. Ndërkohë që përsa i përket pensioneve 300 euro, këtë mirë që nuk e thot njeri se kjo do t'ishte pastaj një katastrofë e paralajmëruar. Për arsyeën e thjeshtë se e kam shpjeguar disa herë, pensionet nuk janë çështje dëshire. Nuk ekziston kryeministër në planet, edhe ai më i poshtri që mos dojë të rrisi pensionet dhe të rrisi sa që kanë qef njerëzit apo rrogat apo. Por dallimi është se ai që është i përgjegjshëm në raport edhe me fëmijët, jo vetëm me të rriturit, nuk bën gjëra të cilat nesër i paguajnë fëmijët. Nuk ndërton piramida që pastaj zën brenda gjithë vendin, siç e zunë në 97. Dhe prandaj tek pensionet që bazohen tek fondi i sigurimeve. Pensionet bazohen tek fondi i sigurimeve. Pra paguajmë të gjithë për pensionin dhe ndërkohë me ato që paguhen pensionet aktualisht. Kuptove? Kështu që ne synojmë që deri në 2030 të mund të arrijmë tek minimumi pensioni minimal 200 euro deri në 2030. Ndërkohë që për ata që janë me sigurinë të plota të kemi një pension mesatar 400 euro. Por kjo është rruga. Rruga tjetër, ajo që flet ti, është një rruga e katastrofës. Dhe këtë ne nuk e bëjmë dot. Dakor? Dhe në ndërkohë kemi thënë dhe përsëris që pensionistët po marrin bonuse domethënëse në raport me të shkurën dhe do vazhdojnë të marrin bonuse, në ndërkohë që ne gradualisht do të çojmë pensionin deri në atë minimalen që sapo thash. Para se të prisni shëritin me ceremonia i Kualidon, kush ato rrugë, po patjetër që ju Kualidon, nuk diskutohet që ju Kualidon. Apo i shikojnë në 3D dhe ju duken kategoria A. Për çfarë ke fjalën tani? Jam kurios ta di kur kaloj rrugën e Thumanës, nëse ke vrejtje edhe për rrugën e Thumanës, nuk të ndihmojmë dot i dashur Eri, nuk të ndihmojmë dot. Nëse ke vrejtje, nëse rruga e Thumanës ty nuk të duket si kategoria A, atëherë nuk të ndihmojmë dot. Më vjen shumë keq. Kështu kërkon votën, tipik njëri ndemel që gjithmonë i harron hallet e veta, apo të popullit që drejton dhe merret me budallënj, se di se ekzistojnë njerëz që u mbështesin. Po ja që ekzistojnë dhe ekziston një shumicë njerëzish.
Dhe po të siguroj që ajo shumica ka gjithmonë të drejtë që ta dish. Kështu që pastaj kjo pjesa e Dembelit mua më kanë thënë çdo gjë. Të gjitha mi kanë thënë, po këtë Dembel s'ma ka thënë njeri, më thënë drejtën. Madje dhe Luli thotë që unë ri pa gjumë se bëj punë të liga. Po vetëm Dembel nuk ma ka thënë njeri, kështu që nuk e di ku e gjete këtë, po s'ka problem. Paska dhe pseudonim AL Durrës 2002, edhe duhet t'jesh nga ata të kënetës në Durrës, humbje të madhe do marrë këneta në Durrës këtë herë, shumë të madhe. Uli majt janë, por nuk më pëlqen servilizmi që janë ta duhet të rkitje pa lidhje pse hyri brenda një kryeministër që paguhet për të shërbyer popull, nuk e kuptova këtë. Premtove për linjë direkte në Y Tiranë, a do realizohet këtë vit, është duke u bërë procesi me aviacionin federal të Shtetet Bashkuara dhe me aeroportin e Tiranës, por është një proces që kërkon kohën e vet, kështu që kjo nuk varet nga ne. Unë nuk kam premtuar ta bëjmë brenda 2025, unë kam premtuar që do të fillojmë dhe do të bëjmë procesin. Dhe e kemi filluar procesin, eksakt. Por a do të realizohet që të ulet avioni i parë brenda 2025 apo nuk do të realizohet, kjo është gjë që do e shohim në proces. Unë shpresoj deri nga fundi i vitit, por është diçka që do e shohim në proces. Po ku ka ujë 24 orë, zoti kryeministër? Ka në ujë 24 orë, tani më fal, ti që flet ke shkuar në të gjitha zonat e Shqipërisë dhe ke hapur rubinetin? Ujë 24 orë ka në 43 zona urbane dhe në 98 zona rurale të Shqipërisë. Dje në syrin e vogël ju përgjigja dikujt nga Durrësi dhe i shpjegova se ku ka në Durrës, në cilat zona të Durrësit ka ujë 24 orë. Ka. Dhe në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë, do ti apo s'do ti, duan apo s'duan ata që s'duan. Ka pjesë të tjera që akoma nuk është ujë 24 orë dhe për këtë po punohet, por edhe herë tjetër. Në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë. Ky është fakt, si ta themi që nuk ka? Ka. Po legalizimet ku i premtove asgjë nuk bëhen falas, vetëm lekë tuan, unë që s'kam dhënë lekë, këto janë tash muhabete pa lidhje. Ne kemi bërë 270.000 legalizime. 270.000. Janë dhe 60.000 që kanë mbetur, vazhdojnë. Janë ato që kanë dhe vështirësi të natyrës ligjore. Ndërkohë që janë bërë 270.000 legalizime. Mbi qerek milioni, dhe një çdo me thënë ku i bërë, ja pra i bërë. Si që i premtuam, i bëm. Dhe po i bëjmë dhe duhet ta përmbyllim këtë proces brenda mandatit 4, sepse janë numra shumë të mëdhenj dhe nuk bëhen si komentet këtu, që bën një koment edhe kthehesh nga ana tjetër dhe ja fut gjumit. Rame, duhet rrugë, jo pasaport, nuk kemi shtëpiat në Bruxelles, por i kemi në katunet e Librazhit do Rame. Tani, që do të shpjegoj edhe një herë tjetër, e para rrugët që kemi bërë edhe në zonën e Librazhit janë shumë. Patjetër që ka ende rrugë për të bërë, nuk diskutohet kjo. Por që të bëjmë më shumë rrugë, na duhet ajo pasaporta. Ta dishti, pse si lidhen të rria pasaporta në rrugët. Ajo pasaporta buron nga të qenit antarë të Bashkimit Evropian. Në momentin që ne bëjmë antarë të Bashkimit Evropian, marrim një buxhet ekstra. Pra, nëse deri më sot në gjithë këto vite, ne nga Bashkimi Evropian kemi marrë rreth 1 miliard e ca, 90% kredi, 10% grant. Në momentin që bëjmë një antar, ne marrim 1 miliard e ca në vit, 90% grant, 10% kredi. Kupton tani se çfarë po flas? A e kupton pse po të them mos u merr me orame, se atë merr Luli, është copyrighti i Lulit. Mos i merr edhe atë copyright që ka. Se atë ka, laj thaj rame, nuk ka gjë tjetër Luli shkret.
Tani lëre luli. Fokusohu këtu. Mos u merr fare të pëlqen, s'të pëlqen Rama, të pëlqen, s'pëlqen PS-ja. Rama dhe PS-ja janë sot në kohën e dur, në vendin e dur që të hapin rrugën ty dhe të gjithë shqiptarëve duke të bënë pasaportën në dorë dhe t'i japin Shqipërisë një buxhet ekstra duke e futur në Bashkimin Evropian. A kuptove? Fokusohu këtu që po të them. Këtu fokusohu, ke kohë të merresh me Ramën e me PS-n. Sa të dush. Po fokusohu këtu një herë. Është patriotike kjo që po të them. Duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Jo të rrim t'i gjejmë qimen në sy tjetrit dhe mos shohim traun në syrin ton kur thotë ajo shprehje. Po duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Edhe duhet kuptojmë që si shqiptar duhet lidhemi bashkë të gjithë dhe të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke filluar që nga domosdoshmëria për sigurinë. Sot popujt e Bashkimit Evropian e mbështesin më shumë se asnjë tjetër Bashkimin Evropian, për cilin lidhin vicfla deri ca kohë më parë, sepse kuptojnë që është perimetër sigurie. Siguri në kuptimin e drejt për drejt fjalës. Pastaj për barazim para ligjit dhe pastaj për mirëqenien, për rritjen e mirëqenies. BE-ja është bekim për vende si Hyni, që në momentin që hynë janë vende përfitus, kontribusit janë të mëdhenj, si një familje, të vegjëlit janë përfitusit në BE. Dhe 1 miliard e kusur euro çdo vit janë shumë për ne. Dhe duhet i marrim një orë më parë, kuptove? Kuptove apo s'kuptove? Kuptove pra, kuptove. Zoti kryeminist rroga minimale duhet të ishte 600 në fund të këtij mandati. Nuk e kemi thënë kur këtë premtimin pa mbajtur. Se kemi thënë kur këtë që rroga minimale duhet 600 në fund të këtij mandati. Rroga minimale nuk vendoset kështu se kështu do. Asnjë rrogë, asnjë pension nuk vendoset se duam ne. Po vendoset bazuar tek llogaritë, sepse nuk është diçka që jep sot dhe heq nesër. Po edhe një herë duhet ta japësh gjithmonë dhe duhet bësh projekcion të qartë që do t'i kesh ato para gjithmonë. Paga minimale në qershor do të vendoset që të bëhet 500 euro dhe do të hyjë në fuqi në 1 janarin e vitit tjetër. Sepse paga minimale nuk është kaq e thjeshtë sa duket, sepse do t'ja imponosh kompanive. Kompanitë kanë mundësitë ose pamundësitë e tyre. Dhe nga ana tjetër, paga minimale ndikon në fuqinë konkurruese të vendit, e të tjera, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. Imponohet ti thuaj kaq, po nuk e bëjnë dot pastaj. Si bëhet? Po sa kapituj ka mbyllur Serbia, po marrëzi, vetëm kapitulli i reformës në drejtësi nuk kalon dot ti. Muhabet kot kënd janë rapushi. Qa muhabetesh janë këto? E diti që ka ndryshuar metodologjia i dashur. A di këtë? E para, e dyta punës. A i dëgjon mirë dakord, mos më beso mua. A i dëgjon ti çfarë thon përfaqësuesit më të lartë të BE-s? Dëgjove çfarë tha komisionera për zgjerimin, duam Shqipërinë në BE brenda 2030-s dhe duam negociatat deri në 2027 në çajin këto muhabete. Po sa kapitull ka mbyllur, po sa kohë kanë ata? Sa kohë kanë, dhe po të them që nuk ka lidhje kjo, është muhabet pa lidhje kur i thon fjalës. Sepse këtu janë përputhur dëshirat, janë përputhur qëllimet, janë përputhur yjet e fatit. Për herë të parë, qysh nga 90-ta. Ata jo vetëm thonë ju duam në BE, po thonë ju duam tani në BE. A kuptove? Kështu që duhet fokusohemi këtu. Dakord? Këre sa kapitull ka mbyllur Serbia e Malizi, se këto janë muhabete kafenesh. Malizi ka filluar përpara se sa ne të vinim qeveri negociatë. Ne kemi filluar vjet. Dhe sot jemi 2 vendet pararoj, front runners që i quhen Bashkimi Evropian, për të hyrë në BE. A kuptove? Çfarë muhabetesh janë këto? Sigur flasim për
ministra ka korupcion në Shqipëri dhe çfarë do bëni? Siç e shihni, korupcioni në Shqipëri po luftohet më shumë se ç'është luftuar kurrë ndonjëherë tjetër. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh që njerëz të lidhur me pushtetin politik thirren nga prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thotë vërtetën. Nuk thotë vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Risi historike në jetën shqiptare, që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë, dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur në litar, po me urdhër nga kjo zyrë. Këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën. A kupton? Ne e dorëzuam shpatën, kështu që ky është kulmi i vullnetit për të luftuar korrupsionin. Kush thot diçka tjetër dhe flet ndryshe, flet gabim. Këtë ditë them unë. O zoti këmë, ama a i ishte programi, s'mora vesh gjë për zotin. Për qa programi ke fjallën dhe qa do të marrësh vesh që s'mora vesh ti. Kreshnik se ke programi. O zotri, ne jemi në qeveri, ne kemi programin qeverisës të stër detajuar në çdo fush. Ne jemi në negociata me Bashkimin Evropian, si mendon ti, me Bashkimin Evropian bën negociata ja fjalë vërtet, bën negociata me një vend që s'ka program. Çfarë muhabete që janë këto? Mos dëgjoni bufin e kënetës, largohuni nga këneta, ikni nga këneta, braktisni kënetën. Këto ditë të them unë. Nuk po them hikni nga këneta dhe bëuni antar të Partisë Socialiste, nuk po ja kërkon njeri këtë gjë. Por ikni nga këneta për shëndetin tuaj mendor dhe për shëndetin e arsyes suaj. Ikni nga këneta. Kush rri në kënet, rrjedh, lajthit, letohet, kur thot populli i Tiranës. Por nuk na shpjegoj pak historinë e bufit të sjell fat, për çka e ke fjalën, ky këtu po, ky më sjell fat, patjetër. Por duhet të dish që e kam shpjeguar këtë gjë, shife kërkoje. Bufi i kënetës. E ke dëgjuar popullin kur thot bën aty si buf kënete, ç'më rri akoma aty si buf kënete, mos më rri si buf kënete, mu largo o buf kënete. Ja, kjo është historia e bufit. Okej, nuk po i referohem mesazheve që janë me fjalë të mira, Oram pse ofendoi bufin. Ti thua pse ofendoi bufin vërtet. Shikoni këtu, unë nuk ofendoj askënd. Thjesht unë i vur përpara panoramën me një metaforë. E kam bërë dhe herë tjera dhe bëj përsëri, unë nuk jam fare lloji i politikanit apo i përfaqësuesit publik që shaj të tjerët o kriminal, o ajtut, o maskara, o drogagji, o kështu, ashtu, këto janë maskaralloqe të cilat çuditërisht një pjesë të madhe nuk i bën përshtypje. Ndërsa kur unë flas në mënyrë metaforike ose kur flas në mënyrë simbolike, po ofendoj. Unë nuk po ofendoj askënd, unë po them realitetin. Jemi përballë një kënete që ku mbretëron një buf kënete. Ky është realiteti. Edhe për të kuptuar se çfarë kënete është ajo, të cilën do duhet
do duhet ta gjykoni edhe në 11 maj dhe shpresoj që të kontribuoni për ta tharë. Mjafton të shikoni listat e mbyllura. Ato listat e mbyllura janë kënet. Aty është këneta në listat e mbyllura të atij koalicionit madhështor të Kujtim Gjuzit. Aty është këneta në listat e mbyllura. Shikoni listat e mbyllura dhe keni kënetën me të gjithë kuat. Okej, besoj që mund ta mbyllim. Jemi në kohë për ta mbyllur dhe patjetër që do të kemi përsëri sy në sy. Janë shumë nga këto pozitive, kështu që s'dua të merrem me to, sepse pastaj thon po të merresh vetëm me patronazhistët. Ju thash patronazhistët nuk kanë detyrë dhe nuk kanë kohë, se po të futeshin patronazhistët tu do përmbytej fare faqja ime. Do shkonte në pafundësi komentesh dhe lajkesh, po patronazhistët nuk merren me këtë fare. Patronazhistët kanë detyrë tjetër. Okej. Ju falenderoj shumë për bashkëbiseδιmin, për vëmendjen dhe paçi një ditë të mbar edhe një javë të mbetur shumë të mbar.